Në mesin e viteve të 80-ta, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u përfshi në një nga skandalet më të çuditshme dhe të rrezikshme politike në historinë moderne. Administrata e presidentit Ronald Reagan u akuzua se kishte bërë diçka që dukej e pamundur, duke shitur armë fshehurazi një armiku të saj, Iranit. Por kjo ishte vetëm gjysma e historisë. Parat nga këto armë nuk po shkonin në thesarin amerikan. Ato po dërgoheshin fshehurazi për të financuar një luftë tjetër, mijëra kilometra larg. Një operacion sekret që përfshinte agent, diplomat dhe zyrtar të lartë të qeverisë. Kur e vërteta doli në dritë, skandali tronditi politikën amerikane dhe u bë i njohur si afera Iran-Contra. Për të kuptuar këtë skandal, duhet të kthehemi në vitet e tensionuara të luftës së ftohtë. Në atë kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik konkuronin për influencë në gjithë botën. Një nga zonat më të nxehta ishte Amerika Qendrore. Në vendin e quajtur Nicaragua, një qeveri revolucionare e majt kishte marrë pushtetin. Administrata e presidentit Ronald Reagan e shite këtë si një kërcënim të madh. Prandaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesnin një grup rebelësh të njohur si Contras, që luftonin kundër qeverisë së Nicaraguas. Por kishte një problem të madh. Kongresi Amerikan kishte miratuar ligje që ndalonin financimin e këtyre rebelëve. Kjo do të thoshte se qeveria amerikane nuk mund t'i ndihmonte më financiarisht, të paktën jo zyrtarisht. Në të njëjtën kohë, një krizë tjetër po zhvillohej në lindjen e mesme. Në Iran, disa qytetarë amerikanë po mbaheshin peng nga grupe militante. Disa zyrtarë në Washington besonin se një marrëveshje e fshehtë mund të ndihmonte për lirimin e tyre. Plani ishte i rrezikshëm dhe shumë kontrovers. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgonin armë fshehurazi në Iran. Në këmbim, ndërmjetësit iranian do të ndihmonin për lirimin e pengjeve. Por këtu historia bëhet edhe më e komplikuar. Një pjesë e parave nga këto shitje armësh nuk do të shkonte te qeveria amerikane. Ato do të transferoheshin fshehurazi për të financuar rebelët Contras në Nicaragua. Pra, në thelb, armë për Iranin, para për një luftë sekrete në Amerikën Qendrore. Një nga figurat kryesore në këtë operacion ishte një oficer i quajtur Oliver North. Ai punonte në Këshillin e Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë. North ndihmoi në organizimin e transferimeve të armëve dhe parave. Operacioni u mbajt jashtëzakonisht sekret. Dokumentet klasifikoheshin. Transaksionet bëheshin përmes ndërmjetësve dhe kanaleve të fshehta. Por sekretet të tilla rrallë mbetën të fshehta përgjithmonë. Në vitin 1986, një gazetë në Liban publikoi informacionin për marrëveshjen sekrete të armëve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Shumë shpejt, historia filloi të përhapet në gjithë botën. Gazetarët dhe politikanët në Washington filluan të bëjnë pyetje, si ishte e mundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i shisnin armë një vendi që konsiderohej armik, dhe ku kishin përfunduar paratë. Hetimet zbuluan një rrjet kompleks operacionesh sekrete. Në përpjekje për të fshehur provat,
Oliver North madje shkatroi dokumente të rëndësishme. Por dëmi tashmë ishte bërë. Kongresi Amerikan filloi një hetim të madh publik. Miliona njerëz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës panë dëshmitë televizive të zyrtarëve të përfshirë në skandal. Oliver North u bë një figurë qendrore në këto dëshmi. Disa e shihnin atë si një patriot që po luftonte komunizmin, të tjerë e shihnin si një zyrtar që kishte shkelur ligjin dhe kishte mashtruar publikun. Në fund të hetimeve, disa zyrtar u akuzuan dhe u dënuan. Megjithatë, shumë prej këtyre dënimeve më vonë u anuluan ose u falën politikisht. Presidenti Ronald Reagan deklaroi se nuk kishte qenë plotësisht i informuar për mënyrën se si operacioni ishte zhvilluar. Megjithatë, skandali dëmtoi seriozisht reputacionin e administratës së tij. Sot, afera Iran-Contra mbetet një nga skandalet më të famshme politike në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një histori me operacione sekrete, diplomaci të fshehtë dhe vendime që ndryshuan rrjedhën e politikës ndërkombëtare. Dhe një kujtesë se në botën e politikës shumë nga gjërat më të rëndësishme ndodhin larg syve të publikut.